Mirëmëngjes. Ky është epizodi i 13 i sezonit 4 të podcastit Flasim. Dhe kam privilegjin që sot pikërisht të 13-in të kem një të ftuar shumë të posaçëm. Fort lumturinë e tij im zot Johan Pelushin, kryepiskopi i ri i Kishës Ortodokse Autoqefale të Shqipërisë. Edhe kur folëm pak më parë me ekipin e podcastit për titullin, vendosëm t'ja vëm Shqiptari i shumë pritur. Dhe kuptohet pse, por duke uruar mirëseardhjen, po e filloj me një pyetje e lidhur me episodin e 13, qelloi 13-a. Duhet jemi të kënaqur apo do të jemi të shqetësuar me 13-ën? Unë besoj që numrat janë neutral. Varet nga ne se si i shohim. 13-a ndoshta është një supersticion lindur gjatë mesjetës, ndoshta 12 apostujt dhe Krishti 13 dhe lidhet me Judën, me ato, por që në kuptimin fetar nuk ka asnjë lidhje. Të gjithë numrat janë të mirë, gjithë kohërt janë të mira, njerëzit është problemi. Kështu që unë nuk besoj se ndikon shumë numri në mbarvajtjen e jetës tonë. Jemi ne që ndikojmë ndoshta tek numri. Po, në fakt, hebrejt kanë një qasje pak ndryshe, ose kanë një qasje shumë të fokusuar tek numrat, edhe që nga Kabala e Merad, ata bile ka korrente në fenë hebraike që besojnë se tek numrat ka shumë shpjegime dhe për ato që na ndodh dhe për ato që do na ndodhi. Numrat kanë shumë shpjegime, dhe nuk është vetëm tek hebrejt. Pitagora besonte pikërisht në numrat, ishte shumë, edhe çdo numër ka një simbol. Por ne nuk jemi sllëvëruar nga numrat. Nuk jemi ne për numrat, janë numrat për ne. Kjo është ndoshta ndryshimi i madh që solli dhe Krishti në mendimin fetar, që e çliroi njeriu nga këto vargojtë e jashtëm. Padyshim që simbolika e numrave është gjithmonë e rëndësishme. Jo, se ata janë korrente që me numrat të shpjegojnë do të ndodhi kjo, do të ndodhi ajo, po të ndodh kjo, po të ndodh ajo, apo. E shpjegojnë duke u nisur nga simbolika e numrave, sepse numrat në vetvete janë shumë të rëndësishëm. Ne flasim shpeshherë për shkak dhe numra shumë të rëndësishëm që janë dhe në çdo besim. Pra për të krishterët, numri 3 është i rëndësishëm sepse është trinia. Po gjithmonë duhet të kuptojmë që numrat nuk mund ta përcaktojnë thjesht numrat jetën tonë. Jemi ne brenda nesh që mund të vendosim
ky ka qenë dhe konflikti ndoshta ndërmjet Krishtit dhe farisejve, që ju thotë që nuk janë njerëzit për të shtunën, është e shtuna për njerëzit. Të njëjtën gjë mund të themi ne, nuk jemi ne për numrat, numrat janë për ne. Dhe nëse do vi një çlirim i thellë shpirtëror, ne mund të shpëtojmë ngaherë dhe nga tirania e numrave. Ai përcaktimi, siç mund ta shpjegojnë shpeshherë në shumë devijime të besimeve, që çdo gjë është shkruar, në fakt nuk është shkruar. Zoti e di para se çfarë do ndodhi, po jo se ka shkruar ai që duhet ta bësh ti këtë. Jemi ne që vendosim, e ky quhet ai vullneti i lirë. Duke pasur vullnetin të lirë, njeriu është krijuar si një qenie e lirë, kështu që ne nuk mund të jemi dot të robër të numrave, por pa përjashtuar dhe simbolikën shumë të rëndësishme të numrave për të shpjeguar shumë gjëra. Prandaj matematika është një diçka shumë e rëndësishme në jetën e njerëzimit, sepse matematika ndërtohet mbi numrat. Dhe prandaj është dhe shpreha që dhurata më e çmuar që na ka bërë Zoti është zgjedhja e lirë. Po duke e zgjatur pak këtu fillin për ata që nuk e dinë këtë ose kanë dëgjuar së largëti. Dhe që në fakt ka të bëjë edhe me tërësinë e kulturës mbi faktin fetar, jo mbi fen si një praktik besimi, po mbi faktin fetar. Pse hebrejt nuk e njohën asnjëherë Krishtin? Në gjithë profecitë e Dhjetës Vjetër flitet për Mesian. Fjalë për fjalë do thotë i lyeri nga Zoti, i lyeri me vaj nga Zoti, që në greqisht përkthehet Kristos. Fjalë Krishti ka kuptimin i lyeri. Dhe pristin gjithmonë që të vijë një çlirimtar për ta çliruar. Ndoshta ata e pristin në një formë tjetër. Në kohën kur jetonte Krishti, hebrejt prisnin një çlirimtar pak a shumë politik, që do vinte dikush që çlironte nga zgjedhja romane e për ndërtuar një mbretëri toksore. Ndërsa Krishti erdhi me fjalët që mbretëria ime nuk është e kësaj bote. Ishte një çlirim tjetër më i thellë shpirtëror. Dhe ata nuk e pranuan. Po jo të gjithë, sepse gjithë apostujt ishin hebrej. Po bra. Nuk ishte jo të gjithë, por pjesa më e madhe nuk e pranoi këtë gjë. Dhe gjithë konflikti që ndodhi ishte në vizionin fetar. Krishti nuk erdhi vetëm thjesht si etnarku i hebrejve, për çliruar vetëm hebrejt. Erdhi si Zoti i qiellit dhe i tokës për gjithë popujt. Po dhe sot ka tendenca monopolizimit Krishtit, që kur Krishti është vetëm për i popull ose i diçka. Dhe ky vizion universal i tij, shpëtimit universal, ishte pak dhe i habitshëm për ata. Dhe ky lloj çlirimi nga praktikat e jashtme, që feja e vërtet nuk është tek praktikat e jashtme, është tek dispozicioni i brendshëm, krijoi një konflikt shumë të madh me farisejt, siç përmendat e të shtunës. Shpeshherë u akuzua pse shëron ditën e shtunë, sepse dita e shtunë ishte thënë në ligjin e Mojsiut duhet të jetë pushim, të dedikohet Zotit. Po nuk ka dedikim më të madh kërshi Perëndis se sa të shërosh ditën e shtunë. Ajo nuk është magji. Shpeshherë është për të habitur që njerëzit e shikojnë fen si magji, nuk e shikojnë si një qëndrim të thellë shpirtëror. Dhe magjia edhe shkenca kanë të njëjtin parim. Do thotë që në masën duhet kaq përqind kështu, kaq përqind ashtu, se ndryshe nuk bëhet. Ndërsa në kuptimin e thellë fetar nuk është këtë. Feja është një proces i thellë edhe i vazhdueshëm shpirtëror. Edhe kjo gjë krijoi një lloj përplasje ndërmjet Krishtit dhe farisejve, mënyra si e shikonin ata besimin, edhe mënyra se si e shikonte Krishti. Kjo mënyrë magjike shpesh e lidh që të bëhet shumë hipokrizia. Duke qenë standard i lartë, e duke mos qenë një predispozicion shpirtëror, ti fillon të shfaqesh nga jashtë sikur po e bën atë. Dhe një rabin shumë i famshëm, Eliazar, i cili ishte mësuesi i Gamalielit, Gamalieli ishte mësuesi i Shën Pavlit, thonte këto fjalë: nëse i marrim gjithë hipokritët e botës dhe i ndajmë në 10 pjesë, 9 janë në Jerusalem.
shpeshherë një mënyrë e tillë e parë të fesë e nxit hipokrizin. Prandaj edhe mënyra se si predikonte Krishti dhe fjalët që thotë Ungjilli janë një mënyrë tjetër të parë të fesë, duke parë njeriu nga brenda, jo thjesht nga jashtë. Tani, kjo hyrje në bisedë mua më nxit të bëj hap të pa autorizuar. Dhe ta ndaj me ata që janë bashkë me ne këtu sot faktin që ne kemi një njohje shumë të vjetër, edhe faktikisht kemi folur për këto tema duke bërë cejake mbrëmje në rrugën Qëndrueshmëri deri vonë pas mesnate. Dhe në atë kohë që ishin vitet 80, kur faktikisht nuk imagjinohej që ne do të dilnim në botën e lirë dhe që do kishim lirinë të hynim në një kish apo një xhami, të praktikonim fenë etj. Ju kishit një fjali shumë të thjesht, kumbuse, me bindje të plot, që unë do bëm prift. Edhe faktikisht ndodhi, por arsyeja pse solla këtu është se nuk kemi asnjëherë më pas mundësinë që të flasim me po të njëjtën liri, se ishte një liri në një farë mënyrë, kur ajo rruga flinte e gjitha dhe ne flisim për këto tema, nga vinte ajo siguri dhe ajo bindje që unë do bëm prift. Për të shpjeguar këtë do kaloj pak më përpara. Dhe e them këtë jo se është për të treguar një pjesë të jetës time, po për të treguar kthimin. Siç u kam thënë shumë njerëzve, unë vi nga një familje shumë e madhe, jemi 8 fëmijë. Edhe jo e krishterë. Jo e krishterë. Por në atë kohë nuk aplikoj asnjë lloj, nuk praktikoj asnjë lloj besimi. Nuk ishte se ne kisha një besim dhe lehet ai besim dhe merret besimi tjetër, se nganjëherë njerëzit që s'kan jetuar në atë kohë nuk e kuptojnë këtë. Konvertimin dhe nuk e kuptojnë. Nuk ishte konvertim se ekzistonte asgjë. Më shumë ishte një afirmim personal në raport të diçka që vinte nga trungu në të shkuar familjar, po jo se ishte një praktikim i saj. Dhe kur kam qenë i vogël, edhe në rinin e hershme, gjithmonë ka pëlqyer shumë leximi. Lexonja pafund. Në atë kohë ndoshta nuk e mendoja që pse. Pas shumë kohësh, ndoshta e mendoj që dhe kjo është ndodhte çdo njeri është një qenie që është në kërkim, kërkon diçka. Njeriu është një qenie e etur, gjithmonë kërkon për një ujë. Por shpeshherë varet çfarë uji pi. Mund të pi ujë që mund të smoret, mund të pi një ujë që mund të shuaj etjen. Dhe në vitin e 4 të gjimnazit, më ra në dorë një libër që ishte Ungjilli. Kur i lexova për herë të parë, ndodhi diçka thellë brenda meje. Kur isha i vogël, siç thash, kisha shumë gëzim. Se familja e madhe, ndjesha i mbrojtur, vëllezër, motra. Pastaj dal nga dal gëzimi fillon pak venitet. Kur rritesh, ndodhin ndryshime të ndryshme në trup, ndodhin ndryshime në mendje, filloj interesohesh për disa libra filosofik, historik e gjitha. Jo se ishte larguar, po ishte venitur pak. Kur lexova Ungjillin, më kthye përsëri gëzimi i fëmijërisë. Madje me mendjen time thash këto fjalë që falenderova Zotin që më ktheve përsëri atë gëzimin e saj. Dhe në atë çast jeta ime ndryshoi. Jo vetëm që lexuam Ungjillin, por pata fatin të njihem edhe me njerëz që kishin aksese në libra akoma më të avancuar se ai gjëje. Dhe së bashku me Petrozhen, që ishte bëdhe nuni im, pothuajse kemi lexuar gjithë bibliotekën që ishte te rruga Elbasanit. Dhe në atë bibliotekë ishte libra jashtëzakonisht vyer. Dhe këtë e kuptuam më vonë kur dolëm jashtë, që shkuam në Itali dhe në Amerikë, kur pam që
shpesh herë edhe në shkollën që shkova unë, pjesën më të madhe të librave unë e kisha lexuar, një herë ose dy herë. Që bindja për të bërë prift e për të shërbyer Zotit lindi që atëherë. Dhe janë disa bindje nga një herë që nuk mund të shpjegosh dot nga ana racionale. Koha duke e pamundur. Ndoshta kjo gjëja mund duke më e pamundur, se mund të thonë do bëhem mjek, do bëhem inxhinier, dhe mund të bëj një, ose do s'mund të bëj një, po kishte mundësi. Po në atë kohë, të bëhesh e prift ishte e pa më gjenueshme. Por një varg nga zbulesa, Apokalipsi, gjithmonë më rrinte në mendje. Kur thot Zoti, unë jam ai që hap dhe askush nuk mbyll. Dhe unë e pash edhe si diçka personale. Si çdo njeri kur lexon diçka, gjen diçka personale atje. Më duket që gjersa Zoti e hapi këtë rrugë, patjetër që do e çoj deri në fund. E kjo ishte bindja që mendoja që do vi një ditë që do. Edhe paralelisht duke shpjeguar këtë, ju preket një aspekt që është interesant për tu diskutuar, që në të vërtet është interesant edhe për faktin se ka lidhje me atë shtegun mes besimit dhe shkencës, mes irracionales dhe racionales, që është fakti që ju ndërkohë lexonit shumë, siç e kujtoj, edhe jo domosdoshmërisht libra fetar, po libra që në shumë raste i binin ndesh ides Zotit, ides një besimit mbështetur tek gjë tjetër përveç se tek një supersticion i trashëguar etj. Si pajtohen të dyja këto, sepse kjo është diçka që gjithmonë më rikthehet edhe mua, pavarësisht se kam dëgjuar versionet edhe të njerëzve të ndritur edhe të personaliteteve të fesë, po si pajtohet besimi me shkencën, ideja që ekziston një Zot me gjithçka, që në ndërkohë kultura mbi botën të thotë që jo, s'ka, gjërat janë, jeta është kjo, s'ka jetë tjetër, parajsa, ferri janë këtu, s'ka diku tjetër. Unë besoj që çdo gjë që është njerëzore, thellë është dhe fetare. Feja nuk mund të rri vetëm në ato kornizat e ngushta. Ato janë shumë të rëndësishme, shpeshherë ato gardhe, ashtu. Por të gjithë njerëzit e kanë dimensionin shpirtëror brenda. Sipas Biblës, njeriu është krijuar sipas ikonës Perëndis, sipas imazhit Perëndis. E që do thotë ai imazh ndodhet tek çdo njeri pa përjashtim. Dhe kjo është arsyeja pse nxitet respektimi çdo qenie njerëzore, kushdo qoftë ai. Në Kish për shembull, kur të mjanisin ikonat, të mjanisin edhe njerëzit. Dhe shumë pak njerëz mendojnë pse dhe njerëzit, sepse çdo njeri është krijuar sipas ikonës Perëndis. Dhe çdo njeri në çdo fushë ka diçka të kësaj gjëje. Duke lexuar shumë, fillon dhe kupton që njerëzit nuk janë ai shumë larg nga njëri tjetri. Ndoshta shpeshherë kanë formulime ndryshme, disa bindje të ndryshme, po thellë brenda ndodhet diçka e përbashkët, se ndryshe dhe çdo i kupton me njëri tjetrin. Mari Martin. Të gjithë njerëzit e kanë brenda atë. Ndoshta nuk kanë mjeshtrinë për ta transmetuar jashtë, po gjërsa e shijojnë, kur e shikojnë do thotë që e kanë atë. Të gjithë ne njerëzit kemi diçka të përbashkët me njëri tjetrin. Filosofia e vjetër antike, greke, kishte diçka shumë të thellë. Edhe ai trit e kishës vazhdimisht e lexonin. Madje përdoren edhe disa terminologji të tyre për të transmetuar të vërtetat e ungjillit. Që kultura njerëzore ka diçka të përbashkët, por duhet të punuar si bleta që shkon në çdo lule dhe merr vetëm atë që duhet për të formuar mjaltin, jo gjithçka, nuk e ha gjithë lulen. Dhe kërkimi është që për të marrë të mirën e gjithçka e tjetër. Dhe kjo të ndihmon më vonë edhe për diçka tjetër. Për të parë që familja njerëzore është një familje që përfshin gjithë njerëzit. Dhe këtu vjen dhe respekti për çdo njeri. Kudo ti mund të gjesh sa element
të thellë të besimit. Dhe të gjithë njerëzit, qoftë ata që s'kan besuar, kanë pas momente dyshimi për veten, dhe ata kanë qenë kërkim, nuk kanë qenë krejtësisht bindur për atë gjë. Kështu që leximi i të gjithave të ndihmon edhe për të pasur një dialog me ata, se mëson dhe gjuhën e tyre. Nëse ti kufizohesh, vetëm bëhet një besim sektar. Nuk dija e citoj sakt, po kujtohet shpreha e dikujt që thoshte gjithkush që beson ka një moment kur zbeson dhe gjithkush që zbeson ka një moment kur beson. Padyshim se njeriu nuk është një qenie statike, është një proces. Edhe jeta shpirtërore është një proces. Ka momente për shembull që njeriu mund të ketë dyshime, ka momente që besimi i tij forcohet akoma më shumë, dhe ky proces vazhdon deri në fund. Mund ta fillosh mirë dhe mbaron keq, ose e kundërta, fillon keq dhe mbaron mirë. Ja kemi dy personazhe shumë të rëndësishëm në historinë e Krishtit. Juda e filloi shumë mirë, një nga 12 apostujt, po nuk e mbaroi mirë. Shën Pavli e filloi shumë keq, duke përsekutuar të krishterët, po e përfundoi shumë mirë. Duke qenë jeta një proces, padyshim që do jenë të gjitha. Njeriu nuk është një mekanizëm që kurdiset dhe vazhdon me të njëjtën. Ka uljet dhe ngritjet. Nëse ne do lexojmë psalmodin, psalmet e Davidit, aty shikohet shumë bukur se si tek njeriu ndodhen të gjitha. Shpeshherë ka një ankesë, përse o Zot? Ka një lavdërim, ka një gëzim që tregon që jeta e njeriu do të ketë gjithë këto procese. Por ajo që kërkohet në besimin është që të ketë një koherencë gjatë gjithë kohës. Po për të rikthyer tek pyetja, domethënë nuk si jepet përgjigje atyre që thonë që të insistosh në besim përballë shkencës është të insistosh kokëforcisht në diçka që nuk ekziston. Problemi është, mendoj unë, në këtë gjë. Nuk besoj që shkenca është në kundërshtim me fen. Shkenca zhvillohet në fakte të dukshme. Ajo që beson besimit është që ka dhe një botë tjetër të padukshme. Njeriu është një entitet psikosomatik. Ka një trup që është i dukshëm, ka dhe një shpirt që nuk është i dukshëm. Dhe gjithë proceset shpirtërore nuk mund të vërtetohen me të njëjtat kategori që vërtetojnë ato fizike. Kështu nuk është se është në kundërshtim. Problemi shpeshherë është që çfarë dhe ne kuptojmë me shkencën. Nëse shkenca kuptohet ajo që është më e thella, që do thotë dija, dija më e madhe në këndvështrimin e besimit dhe timin është që njeriu del ngadalë të njohë thellë veten e të njohë Zotin. Nëse ne nuk njohim thellë veten tonë reale, është shumë vështirë të njohim dhe të tjerët. Kur shkruaj në orakullin e Delfit këto fjalët një veten, pikërisht këtë do thotë, sepse ne mendojmë shpeshherë se njohim veten, po jo veten tonë të thellë. Dhe kërkimi për ta njohur thellë veten, që do thotë dhe ambientin rrotullnesh, nuk je nëse kundërshtim me këtë kërkim shumë të madh. Sepse dhe njerëz shumë të ditur, shkencëtarë shumë të mëdhenj, shpeshherë kanë qenë besimtarë. Newtoni ishte një nga besimtarët më të mëdhenj. Mendje kohën më të madhe ai ti nuk e harxhoi me ligjet e fizikës, po e harxhoi duke shpjeguar zbulesën. Këtë e ka harxhuar pjesën më të madhe të jetës së tij, për të gjetur dhe ditën e ardhjes së dytë të Krishtit. Ajo dije e madhe e tij në fizik dhe njohuritë e asaj kohe nuk e ndalonte për të pasur dhe këtë gjë, sepse bota shpirtërore nuk mund të shpjegohet e gjitha me arsye. Jo vetëm bota shpirtërore në kuptimin e thellë fetar, por dhe bota e ndjenjave. Nuk shpjegohet. E kemi ndarë, më duket edhe një herë, po mua gjithmonë përballë kësaj dileme ose kur hapen këto tema dhe kur diskutohet për këtë pjesë, më rikthehet një ngjarje e jetuar me mjekën që kuronte Timbir, i cili kaloi një moment jashtëzakonisht dramatik me një kancer. Edhe
faktikisht gjërat shkuan aq keq sa u fut në një koma mjekësore, farmaceutike. Edhe nuk dihej a do kthehej apo jo. Edhe ishim kështu përballë me të mbas futjes në koma. Edhe them po tani më thot 24 orët e para çdo lajm do jetë një lajm i keq, kështu që të urojmë që s'do kemi asnjë lajm. Po si vazhdon kjo? Se 24 orët e para, një tmerr, që çdo moment mund të ndodhi që të dalë dikush nga ajo zona e reanimacionit dhe thotë. Edhe kujtëm si vazhdon kjo, ajo ngre kokën për me dorë. Që më tregon tavanin, është tavani. Unë po flas me një shkencëtar, nuk po flas me një prift. Edhe më thotë në këtë kat ishte kati i fëmijëve me kancer. Onkologjiku i pediatria onkologjike. Edhe në këtë kat thotë unë kam parë gjëra që shkenca nuk mi ka shpjeguar dot akoma. Dhe ajo organizon të kishin kapel spitali. Edhe ajo, ata kishin një intranet, edhe ajo lindi njoftima aty. Edhe thoshte sot filan orë, apo nesër filan orë, unë bashkë me ekipin do lutemi për Gregun, ose a e boni dhe për fëmijë tjerë. Edhe i them unë, po ç'është kjo histori që shkoni luteni në kapel atje, faleni, ç'a lidhje ka kjo me terapinë? Është kemi të nevojshme dhe ndjehemi shumë mirë kur e bëjmë edhe marrim një energji që domethënë ajo ishte qartësisht një njeri që besonte, nuk e ndante në këtë formë, por thoshte quaj si duash, unë di që ka një mister, edhe nga ajo zonë e misterit vinë këtu në këtë kat gjëra që nuk kemi parashikuar dot, ose që nuk dim të shpjegojmë më mbrapa si ndodhi që dikush që u nis për mirë në fund përfundoi keq ose e kundërta. Po kjo është një shenjë gjithmonë që me gjithë zhvillimet që ka shkenca ose ka njerëzimi, ne mbetemi të kufizuar. Nuk mund ta dim dot të gjitha. Dhe njerëzit që dinë akoma dhe më shumë e shohin që nuk i din të gjitha. Kur nxënësit e Sokratit shkuan pyetën orakullin e Delfit që kush është njeriu më i ditur i Greqisë, edhe përgjigje erdhi Sokrati. Kur i than Sokratit, ai mendoi. Në gjërse tha Perëndia, tha unë që nga më i dituri. Atëherë ndoshta unë jam më i dituri se unë e di që nuk di. Të tjerët akoma kujtojnë se e din. Prandaj edhe shkenca, shkencëtarët e mëdhej shpeshherë përballen me këtë kufizim. Dhe shohin që ka dhe një dimension tjetër që ndoshta nuk mund ta shpjegojnë, nuk mund ta emërtojnë siç e emërton feja me kategori të veçanta. Edhe Einsteini ka një moment që është transcendencë totale. Po shumë dietarë të mëdhej e kanë pasur këtë, sepse kur arrin në kulmet e shkencës, afrohesh me këtë gjë. I citoj shpeshherë njerëzve një thënie të Louis Pasteur që thot pak dije të largon nga Zoti, shumë dije të afron me të. Ai pikërisht do të thonte këtë gjë që vjen një moment që hapet një dimension tjetër, që ndoshta njerëz ndryshme përkufizojnë me emërtime të ndryshme, ose nuk e përkufizojnë, por vetëm që e ndjejnë që është diçka. E ky është ai misteri i asaj. Është shumë e rëndësishme që njerëzit nganjëherë të përballen me këtë pyetje, sepse sot ne jetojmë në qytetërim, dhe ndoshta është i vetmi qytetërim që ka ekzistuar që nuk ka më një përgjigje për qëllimin e ekzistencës. Të qytetërimet e vjetra kishin një, ndoshta të gabuar, të drejtë, mund diskutohet, po kishin një, këtu s'ka më tani një qëllim. Dhe duke mos patur një qëllim, padyshim që
Ka i qëllimi që të fitojmë më shumë. Po s'është qëllimi i real, ai nuk të jep nuk të përmbush. Ai më tepër është një dëshirë për të mbushur atë boshllëk, të cilën ti nuk e gjen dot se çfarë është. Jo, ai ka dhe gjë tjetër që sa më shumë të kujton se e mbush, aq më shumë zbrazesh. Shumë dot, se kur e mbush nga jashtë, zbrazesh më tepër nga brenda. Dhe ky qëllimi i ekzistencës është pikërisht kjo pyetje që kur përballesh me këtë tjetrën, atë që është pse quhet metafizik, është përtej fizikës, përtej natyrës, edhe është një dimension tjetër që në çastet të vështira të jetës shpeshherë del përpara njerëzve. Unë citoj shpeshherë një filozof Heidegger me një libër shumë të famshëm, ndoshta të shekullit 20, që thotë këtë gjë. Pyetja për qëllimin e ekzistencës nuk vjen ndoshta ke çdo njeri, po në disa momente para njerëzve shfaqet kjo pyetje. Është vetë jeta që ta jep këtë pyetje, kur ka një tragjedi shumë të madhe, personale, kombëtare, botërore, kur është një gëzim shumë i madh, kur para teje zbulohet një dimension krejtësisht tjetër i ri. Dhe kur është kotësia, kur njeriu fillon të dallon kotësinë e jetës, sepse shpeshherë njerëzit nuk e dallojnë kotësinë e jetës. Me drejt Pascali thonte, njeriu thotë që nuk e dallon kotësinë e jetës, është me të vërtetë i kotë. Sepse do një thellësi që të kuptosh që është kotësia. Këto përballje me këto tre pyetje e sillin këtë dimension, që ka edhe diçka tjetër. Po ka një tjetër pyetje që në barikadën e atyre që refuzojnë idenë e ekzistencës së Zotit, ose që arrin deri në përqeshje dhe në përçmim të njerëzve që i referohen Zotit, është një nga armët që me cilën manipulohet më shumë, dhe është ajo pyetja, po çfarë është ky Zot që paska gjithë fuqinë të vendosë për ne, edhe lejon të ndodhin masakra nga më të mërshmet. Si mund të lejoj Zoti Holokaustin, si mund të lejoj Zoti genocidin, spastrimin etnik, etj. Ose si mund të lejoj Zoti që një prind të humbi fëmijën e kështu me radhë. Si i përgjigjet një njeri besimit kësaj duke konfirmuar besimin, jo duke justifikuar besimin. Problemi i justifikimit perëndis, se kështu i quhet termi që themeloi Leibnizi, theodise. E shkruajti në frëngjisht, sepse librin e shkruajti në frëngjisht në atë kohë, për t'u përgjigjur pikërisht këtyre pyetjeve, sepse një filozof francez pikërisht ngriti këtë çështje, që i bie që nuk do jetë Zoti, thotë, se po të jetë Zoti i mirë, si mund të lejojë gjitha këto. Edhe Leibnizi shkruajti një libër shumë të madh, dhe quhet theodise, do të thotë justifikimi i perëndis, nga greqishtja theos për Zotin, dhe që drejtësia. Në këtë libër, ai mundohet të shpjegoj për t'u përgjigjur, për t'u justifikuar, si thosh, për ta shfaqsuar perëndin. Në kuptimin fetar, shikohet në një formë akoma më të thellë. E keqja, çfarë është e keqja? Sa aty është problemi, pse është e keqja? E keqja në teologjinë e krishterë nuk shikohet si ka substancë. Është deformimi i të mirës. Dhe e keqja thellë nuk ekziston. Është e mira që është deformuar. Dhe deformimi i të mirës erdhi si pasojë e vullnetit të lirë të njerëzve. Ne jetojmë në kohë dhe në hapësirë, edhe për ne për shembull duket shumë gjatë. Për Perëndin shikohet me sy tjetër. Tek Zoti s'ka as të shkuar, as të ardhme. Është një tashme e përgjithshme. Ajo që mund të na duket në një kohë pafund mund të jetë shumë e shkurtër, fraksion sekondi. E keqja vjen pikërisht nga deformimi që bëri njeriu. Njeriu duke u larguar nga esenca e të mirës, prandaj dhe për të qenë i mirë në kuptimin e krishterë nuk është vetëm në planin etik, që mirë është jemi të mirë. Është në planin ontologjik të qenies tonë. Duke mos qenë të mirë, jemi ne që paksohemi si njerëz. Kështu që etika
është shumë e rëndësishme sepse varet dhe qenia jonë nga kjo gjë. E meqense njerëzit do doj kohë të shpjegosh për shembull rënien e njeriu, të shkëputjen nga ajo gjë, po siç e shikon kisha këtë të keqen. Nuk është se e bën Zoti. Nuk e solli vdekjen Zoti, e sollëm ne që u shkëputëm nga jeta. E sollën njerëzit. Dhe gjithë kjo histori tani është një proces rikuperimi. Padyshim që është me dhimbje. Unë nuk mund të flas për raste të veçanta, që të them pse i ndodh këtij personi, sepse si ndodh atij, është gjithmonë një mister. Edhe shpjegimi mund të jetë sipas dhe nivelit besimit njerëzve. Nuk mund t'i thuash një prindi sa ka humbur jetën, që thosh është për të mirën e tij kjo gjë. S'mund t'i themi këto gjëra. Ka disa kufi që ndoshta përgjigja më e ditur është theshtësh. Është një shprehje që është Shën Agustinit. Thotë ka disa pyetje që përgjigja më e ditur është t'i thuash nuk e di. Eksakt. Kështu që dhe këto janë ta kufi që është shumë vështirë t'ia shpjegosh një njeriu që pse ndodhe ai gjë. Është më tepër një proces që duhet ndodhi edhe brenda tij. Po fjalë ngushëlluese gjithmonë mund t'ipen. Dhe në çaste qetësie mund të shpjegojnë akoma edhe më shumë. Se më ka ndodhur shpesh herë me njerëz që kanë humbur fëmijën, edhe besimtarë që kanë humbur fëmijën, mund të kalojnë dhe ata një krizë. Po dhe thonë çfarë bëra unë, pse Zoti më bëri më këtë gjë, për shembull. Gjithmonë ndodhin këto. E kjo kërkon një kohë rehabilitimi edhe ngushëllimi. Ajo që mundohem të them edhe klerikëve dhe është që do një durim, do një kohë. Dhe jo përgjigje të prera. Sepse kur njeriu është i lënduar nga ana emocionale, do pak edhe më tepër kujdes. Detyra jonë është për t'i ndihmuar. Sepse pas sa kohësh detyra i kalon kjo gjë. Fillon qetësohet, fillon kupton. Ngaherë njerëzit mund të zemërohet gjithmonë. Po proceset shpirtërore nuk mund t'i klasifikosh si procese kimike ose fizike, se s'dihet se si mund të zhvillohet ai gjë. Gjithmonë duhet kuptuar që është një dimension tjetër. E ky lloj dimensioni tjetër nuk ka po të njëjtat ligje siç janë ligjet fizike. Shpeshherë arsyeja jonë nuk mund t'i shpjegoj dot. Është një thënie e famshme në teologjinë e krishterë që thotë Perëndia është mbi arsye, po jo jashtë arsyes. Gjë që do thotë arsyeja jonë na ndihmon për të kuptuar, po deri diku, jo të gjitha. Pjesa tjetër quhet besim. Besimi, siç e përshkruan Shën Pavli, është siguria e gjërave që nuk shihen. Tani unë do bëj edhe një hap tjetër të pa autorizuar, se këtë nuk e di nëse e din të tjerët, po mundësit edhe nga kjo fjala e fundit që sapo cituat, kur ece jakeshim tek rruga Slumshyri, ju e punonit infermier në spitalin psikiatrik. Edhe e kujtoj shumë mirë atë pjesë, se për mua ishte se në përgjithësi për njerëzit që nuk janë afër smundjes psiqike, e cila në faza të caktuara, të njerëz të caktuar, faktikisht i alienon komplet njerëzit nga jeta reale, dhe të kesh të bësh me të smur tillë është një sfidë shumë e madhe, edhe kur mendon se dikush me cilin ti po flet, në fakt kalon ditën, çdo ditë atje të duket si çudi e madhe, që pse duhet njeriu, edhe më kujtohet që ju thoshit të japësh është diçka gjë më e mirë që njeriu mund të bëjë, të japi, sepse jep edhe në ndërkohë pasuron veten në një kuptim tjetër, pra nuk e lë të bësh llëkum që përflisim përpara të haj. Mirë po, në tek dhënia ka një moment egoizmi në sensin e kënaqësisë
e vetë përmbushjes që t'jep fakti që ti e gëzon tjetrin, pra që ti ushtron një pushtet të dikujt që ka diçka dhe e ndan me tjetrin, por merr mbrapsht i sensin e të qenit i nevojshëm për tjetrin. Ndërkohë që thoshit ju atëherë, të japësh kur tjetri as nuk e di fare se kush je, edhe lëre më pastaj të ketë mirënjohje, se kërkimi i mirënjohjes në dhënje ka diçka që Po jep si borxh. ka diçka që krijon një raport superioriteti, inferioriteti me tjetrin, me thënë drejtën. Dhe duke ju referuar asaj kohë dhe këtij fakti, të dyja këto lidheshin. Shërbimi në psikiatri ishte në një farë mënyre palestra. Në mungesë të kishës, në mungesë të territorit ku ju mund të ishit prifti që doni të bëheshit, ajo ishte palestra e stërvitjes së shpirtit. Në fakt edhe arsyeja pse shkova atje, kjo ishte. Edhe familja ime u befasuan, u duk si e habitshme që çdo këtë djalë i ri që shkon do punoj atje. Por unë besoj që duke parë tani pas shumë kohësh, motivimi fillimisht ishte nga frymëzimi i ungjillit, që do të jepni me shpresën që s'do merrni. Dhe e dyta, kur shkova dhe pash atë realisht, tjetër është ta dëgjosh e tjetër të shohësh realisht, kur shikon si një qenie njerëzore e shkatërruar, padyshim që fillon një dëmshuri dhe dashuri e madhe për këta njerëz. Dikush duhet t'i ndihmojë. Po fillim, tani pse po ndjes nëse është kështu emocionalisht shqetësuese, po fillimi ishte i vështirë, sigurisht duhet të ketë qenë i vështirë fillimi, apo që në fillim i vështirë ishte gjatë gjithë kohës ajo, por jo, në kuptimin përballja me atë lloj gjendje mos komunikimi, se mos komunikimi është problem. Po. Nuk mund ta themi vështirë, ishte tjetër, isha përgatitur për këtë në një farë forme shpirtërisht, por është tjetër kur përballesh realisht me të. Ajo që ndjeva herën e parë ishte pikërisht kjo dëmshuria e këta njerëz. Sidomos kur ishte edhe dikush që ishim rritur bashkë, dhe kisha njohur, kisha 8 vjet në klasë të gjithën, dhe takova atje. Kjo gjë ndoshta më shtyu akoma më tepër për të qëndruar. Edhe kur më përpara më propozuan për të shkuar në ca vende të tjera, më të ashtu, nuk pranova. Më normale për njerëzit nga jashtë, për e parë nga jashtë, duke shumë mirë për të bërë radiolog ose për të bërë, sepse mendova që jo se unë do i shëronja, po të mundoja t'ja lehtësoja pak atë dhimbjen. Është një shërbes që e rëndësishme në jetën e çdo besimtari. Jeta jonë nuk është vetëm e jona. Këto koncepte, për shembull, është jeta ime, bëj çfarë dua, më duken pak, nuk them qesharake, po pak si të lehta. Po se ka, unë ndjek për shkak të një miku tim, Alistair Campbellit, që është shumë i angazhuar në luftën për të normalizuar raportin mes qytetërimit ton dhe të sëmurit mendor, se ka një paragjykim të madh, ka një refuzim të madh të qytetërimi, po themi, i zhvilluar perëndimor, ka një problem të madh me sëmundje mendore. Mendja është gjithmonë gjëja më e rëndësishme e njeriut. Vazhdimisht njerëzit thonë, Zot na ruaj mend. Të gjitha sëmundjet janë të vështira. Se thonë dhe atë kur Zoti do të merr mend fillim. Keq të merr mendin. Tani këta njerëz që ne nuk mund të shpjegojmë dot pse i ndodh dikujt, pse si ndodh dikujt tjetër. Nuk mund të. Këta njerëz duan një ndihmës. Duhen ndihmojnë. Nëse ja fëmijë ynë është në vështirësi, do ndihmosh.
Ka disa lloje vështirësish, ka vështirësi varfërie, që do mundosh ta ndihmosh. Ka një varfëri shpirtërore që përsëri mirë është ta ndihmosh. Ka dhe një dimension tjetër, siç është problemet e shëndetit mendor, të cilët kërkojnë dhe shumë durim, sepse ti nuk do kesh atë feedbackun që ti do i bësh diçka, edhe ai do thotë shumë faleminderit. Jo, mund godasi. Për shembull, ti mund të sjellësh ushqimin, e mund të hedhë ushqimin në fytyrë. Dhe njerëzit që punojnë atje, zakonisht është mirë që dhe trajnohen, të kuptojnë këtë gjë. Mos presin atë jap diçka unë dhe ato do sjellin një falënderim. Do mos bëhen ata problemi kryesor i spitalit. Se nga njerë ndodh kjo gjë. Po, patjetër. Dhe sidomos kur rri një kohë gjatë. Se muajin e parë, për shkak gjithë njerëzit mund të shërbejnë me devotshmëri, se kanë dëmshurinë, kanë. Por kalon një kohë gjatë, pastaj filloi mersi personale. Ai të më shaj mua, thotë, se i përpiqesh ti bindesh, po nuk po të shan ty, ai është i smur, nuk e ka me ty. Po duke ndetur gjatë, ndodh ky problem. Prandaj dhe doj trajnim të vazhdueshëm tek ato njerëz, e ndoshta jo të gjithë mund ta kenë mund ta përballojnë atë shërbimin atje, se është një shërbim i vështirë çdo ditë. Por thellë, edhe tek ata ka mbetur ajo brenda, edhe në smundjet më të rënda, mbetet ajo njerëzorja brenda. E ndjejnë dhe ata i do apo nuk i do. Dhe shpeshherë qetësia më e madhe që mund të qetësonjë ato kur kuptonin që i donjë. Edhe kjo ishte një ndihmë shumë e madhe. Kur isha në atë kohën atje, zakonisht vetë isha kundra këtyre trajtimeve pak tegra, që ishin me elektroshokë, me këto gjërat. I thonja sa herë dhe atyre mjekëve që lere pak, do rri me teon, mund të qetësohet edhe pak këtë. Nuk është vetëm thjesht me një trajtim të egër. Ata ka nevojë edhe për një dëmshuri, ka nevojë për një t'i duash, ka nevojë t'i respektosh, sepse ka çaste që vinë dhe ata, dalgadal, kalojnë nga ajo faza. Dhe e mbajnë mend, shpeshherë edhe ata që mënyrën se si janë sjellur, si janë bërë. Dhe shpirti i tyre është tronditur, mendja e tyre është e tronditur, dhe kërkon një shërbim jo vetëm të kualifikuar, por edhe një shërbim që atë që the mund duhet t'i duash. E dallon njeriu. Madje jo njeriu, po dhe kafshët e dallojnë, dhe qeni e dallon, kur e do se nuk e do. Jo njeriu që është shumë më tepër se sa ajo gjë. Por kërkon tek njerëzit që shërbejnë, dhe jam kohë shpeshherë kanë qenë murgesha që shërbejnë për këto, kanë qenë njerëz lidhur me besimin, pikërisht për këtë gjë, që mos ta ndalin dashurinë e tyre nga lodhja. Se lodhen, një kohë gjatë mund të lodhen me to, kërkon një durim shumë të madh. Ashtu si Zoti është i duruar me ne. Një herë, 2 herë, 3 herë, 2 vjet, prapë është i duruar. Durimi është një virtut shumë i madh. Po durimi gjithmonë mbahet nga dëmshuria, dashuria. Pse prindi është i duruar me fëmin? Sepse e do. Nëse dashuria është e pakët, nuk kemi të duruar me njëri tjetrin. Dhe arsyeja që shkova për të shërbyer aty ishte pikërisht kjo gjë. Mi dhe thatë shumë mirë për ta palestrën, sepse s'kishte mënyrë tjetër. Dhe kur kam biseduar, me Petro Zhen, biseduam gjatë, dhe bashkuam bile takuam drejtorin psikiatri, aty ndoshta në fillim mund t'ju duket çuditshme, po pranoj. Dhe gjatë gjithë kohës ka qenë një mbështetje shumë e madhe për mua drejtori, e kuptonte mënyrën pse isha unë atje dhe madje edhe më ka mbrojtur në 2 raste kur kjo gjë mund përbënte një rrezik. Kjo ishte arsyeja për të shkuar për të shërbyer njerëzve. Siç kanë shkuar në historinë e krishterërimit shumë njerëz që shërbejnë leprozëve, ku shumë pak njerëz mund të shkojnë, sepse është e rrezikshme. Por Perëndia na mbrojti, për mua ishte një eksperiencë shumë e thellë, por shumë e dhimbshme. Shoh vuajtjen njerëzore është të zhveshur nga çdo gjë, shumë e dhimbshme. Por dhe sot ato njerëz duan kujdes, s'mund praktisen. Nëse njerëzimi është një familje njerëzore e përbashkët, nuk mund praktisen. Edhe një antar i familjes tonë mund të ketë probleme të tilla, s'mund ta praktisin. Do t'i qëndrojmë pranë. E ky është solidariteti njerëzor. Dhe pa këtë solidaritet nuk mund të mbahet asgjë. Me të drejtë më duket se Albert Camus
ka thënë që nuk janë tre ato, liberté, fraternité, egalité. Thotë këto nuk mund të qëndrojnë dot bashkë, po mos jetë solidariteti, sepse liria me barazin nuk qëndrojnë bashkë. Duhet solidariteti që t'i mbaj këto të gjitha bashkë. Edhe familja njerëzore ta mbajnë bashkë, duhet ky solidaritet, që shpeshherë vjen i frymëzuar nga Perëndia. Me këto momente të bindjes për të bërë prift, të palestrës së spitalit nr. 5, edhe të cejakeve të mësun shyrje, se ishte për i të vërtetës si tecje me një bibliotek ambulante. Mbyllet pjesa që unë kam një që e ruaj me shumë si një privilegj në memorien time, dhe vjen pjesa ku ju zhdukët, sepse faktikisht u hap porta, edhe pastaj u hap dhe rruga për të bërë prift, dhe shkuat në Itali, pastaj përfunduat në Amerikë. Por ajo që është e panjohur për mua është pse morët vendimin të futeshit në rrugën e besimit ortodoks. Mbas leximit të Ungjillit, edhe lidhjen me Ungjillin dhe me besimin, unë nuk pagzova në atë kohë. Këtu në Shqipëri, në kohën e persekutimit. Dhe si thash, do të thënë palestër shkoni si i pagzuar. Po i pagzuar. Dhe nuni ishte Petrozhej, u pagzova nga një prift hero, i cili vazhdoi dhe shërbesat në atë kohë, që duke i habitshëm, që jo vetëm ka bërë pagzime, por edhe mesha në atë kohë. Ilegale, kuptoj. Në ilegale, gjithmonë. Një kishë në ndheshme, ndajur. Dhe ku ishte? Ai ishte në Bestrov të Vlorës, një fshat, por mesha shpeshherë bëhej në shtëpinë e një besimtari në Vlorë. Atje ishte Vinë njerëz? Shumë pak, ishte një grup i vogël. Po, le të themi 5-6 veta, 7 veta. Po, ishin. Nga Tirana, ishte një grup shumë i vogël. Ishin disa motra nga Korça, një moshë të thyer ato, po besimtare shumë do dha motra Cico, Patër Kozmaj, që ishte aty. Dhe unë u pagzova në bodrumin e shtëpisë tij, ku ishim 3 veta. Ishte ai, nuni Petro, edhe unë. Dhe djali i tij, Ilia, rrinte rrotull që mos vinte dikush ose për të lajmëruar. Në atë kohë ishte vjen një komshi për Farkosi dhe fundohej në komisariat. Kështu që tani është prift ai, djali i tij, është prift në Vlorë. Dhe prandaj ishte lidhja me kishën ortodokse, sepse aty dhe u pagzova, dhe arsyeja që shkova në Amerikë nuk ishte për të shkuar në Amerikë, ishte patjetër për të vazhduar studimet, sepse në Amerikë ishin 2 shkolla shumë. Po edhe ndoshta për shkak se aty ishte edhe komuniteti, themeli i kishës autoqevare. Po dhe bursa që më dha nga kryepiskopata shqiptare, një bursë që ishte bërë në kujtim të Thofanolit. Por unë ju thash atyre që nëse kisha do hapet atje, unë do kthehem. Atë nuk e besuan. Atë nuk u besuan, thanë me mendje që kush vjen në Amerikë nuk kthehet përsëri. Dhe kur ju thashun atyre që do kthehem, ju erdhi pak keq, por i kisha qenë i drejt me ta që në fillim që i thash nëse hapet, unë do kthehem. Sepse zakonisht ndodh kur dikush sponsorizon me bursën, ideja është që të shërbesh atje në Amerikë. Por unë mendova që në Amerikë një prift më shumë, një më pak dhe jetë e njëjta gjë. Amerika s'kishte nevojë për mua. Cili është raporti që keni me Fanolin? Po, padyshim Fanoli mbetet një nga njerëzit më drejtur të kishës tek ne. Kontributi i tij është i jashtëzakonshëm. Vetëm të shikosh përkthimet që ka bërë ai për kishën, i vetëm, pa pasur një terminologji të përcaktuar fetare, duke hecur në ca shtigje të panjohura, dhe ka bërë gjithë atë punë, shpeshherë është e pabesueshme.
Perëndia e kishte pajisur me talente të jashtëzakonshme. Gjithë. Dhe do t'rregoj diçka të veçantë për kur isha në Amerikë, së bashku me atë Artur Liolinin, punuam ca kohë për të sistemuar bibliotekën e Fanolit. Dhe aty gjeta disa shkrime të tij, që kishte shkruar. Dhe po lexonim së bashku. E para ishte thonte kështu, kisha thot, mbeti për mua gjithmonë dashuria ime e parë. Dhe në një tjetër thonte këto, nëse kryevepra ime në fushën politike, diplomatike ka qenë pranimi i Shqipërisë në lidhjen e kombeve, në fushën letrare ka qenë Kremtoria. Kremtoria është një libër që përmbledh gjithë këngët, troparet, psalmet e shërbesës vjetore. Edhe është një libër shumë i vështirë për të përkthyer. Kur ai thot këto fjalë, tregon ai e ka përkthyer nga greqishtja. E vjetër. E vjetër. Dhe përkthimi i tij është i papërsëritshëm. Ai njifte greqishtën e vjetër. Po njifte. Është i papërsëritshëm. Edhe sot për shkak që ndoshta jemi munduar shpeshherë për të përkthyer ca tjera, nuk kanë atë fuqinë e fjalës që ka Fanoli, sepse kishte edhe dellin poetik. Ja kishte dhënë Zoti. Njifte mirë muzikën dhe ishte i dashuruar me muzikën kishtare. Gjithmonë Fanoli mbetet një nga figurat qendrore, jo vetëm përkthyesi më i madh në Kishën Ortodokse, po një nga figurat qendrore, që dha një kontribut jashtëzakonshëm në ndërgjegjësimin kombëtar, në pajisjen e kishës, me tekste, që në një farë forme përgatiti dhe rrugën për autokefalinë e kishës sonë. Dhe në aspektin e formimit, çfarë ju dha ju universiteti, se unë kam përshtypjen që nga pikpamja e grumbullimit dijes kishte ndodhur grumbullimi i dijes. Ndimesa në biblioteka Rrugës së Elbasanit kishte ndodhur grumbullim i dijes. Këtë ne nuk e dinim, po e mësuam kur shkuam në Amerikë. Se kam përshtypjen që mbase egzageroj, po kam përshtypjen që nuk egzageroj, që në atë kohë të ndalesës madhe, ku librat ishin si ujtë e pakët, kur i thonë, kishte edhe një gatishmëri shpirtërore dhe mendore për të thithur nga dia e tyre shumë më tepër se sa kur librat ishin ujë i lum, po themi, edhe më kujtohet se ne kishim librat e artit, ato ishin që kërkonim si ujtë e pakët lart e poshtë. Më kujtohet me një libër të Skira, prodhim Skira të Sezanit, që u gjet se ndodhi diku, u morë që aty, po duhej kthyer në kohën e drekës, se vinte babai i asaj shoqes, atij shokut, që duhet ta shifte boshllëkun, se ishte libër i rrezikshëm. Edhe libri u vu në atë, nuk e di si i thonë, në kasetën sipër në banjo. Liceu artistik, edhe ne dilnim nga klasa. Me leje mund të shkojmë në banjo, shkonim atje, e hapnim, domethënë, po në atë fraksion sa mund të rish aty në banjo, në sa mund të justifikosh dalin nga klasa, në atë fraksion kohë, 2 minuta, 3, 4, po themi, besoj që ndodhte një thithje e gjës aty me një cilësi shumë më të lartë se sa pastaj kur i gjen librat në IKEA aty, shkoni hap. Unë çfarë solli universiteti në ajo është siguri e jetur shumë, dhe një gotë ujë shijohet jashtëzakonisht dhe mban mend është atë gotë ujë. Po, patjetër. Unë jo them njerëzve brezit ri sot shpeshherë duke qeshur që në atë kohë ne kishim etje, po s'kishim ujë. Sot ka shumë ujë dhe s'kan etje. Kështu nuk e vlerësojnë më ujin siç vlerësoi dhe siç ngjiste në mendje ajo gjë. Padyshim që po ne nuk e dinim se si ishim krahasuar, se mësosh diçka duhet të krahasohesh. Dhe kur shkuam në Itali fillimisht, dhe biseduam dhe me njerëz të ndriçuar atje, pam që ne i dinim ato gjëra. Dhe sa herë kemi biseduar me Petron, që kishim lexuar kushtet sa herë këto gjëra.
Të njëjtën gjë provova edhe kur shkova në shkollë. Por shkolla ndihmoi përsëri sepse i ke në mënyrë sistematike. Ke një lloj përmbledhje të gjithën, si në provim për shkak, nuk bën një përmbledhje në fund që i përsërit edhe një herë të gjitha ato, e kam dirë që edhe shkolla ndihmonte. Por një pjesë shumë të madhe, ndoshta pothuajse të gjithë, ishin libra që ne kishim lexuar disa herë. Ishte pak si sistemi i bibliotekës Fanolit të shkollës. Dhe nuk pata shumë probleme gjatë për provimet, për këto kaloi shumë lehtë ajo shkolla, ishte shumë i qetë, shumë ndihmoi. Edhe diçka tjetër, kur isha në shkollë, kisha një profesor shumë të ditur, ishte mitropoliti Dimitër, i cili më vonë u bë kryepiskopi i Amerikës. I gjithë ortodoksëve në Amerikë. Dhe më tha që ka ardhur një person, thotë që unë e njoh që nga rinia ime e hershme për kryepiskopin Anastas. Dhe më tregoi për punën e tij në Greqi, për punën e tij në Afrikë. Dhe në 92-shin kontaktova me të. Dhe i thash që do kthehem në Shqipëri, ai u gëzua, edhe më përgëzoi, dhe kur u ktheva, më priti me shumë gëzim. Edhe kryepiskopi është një tjetër figurë e ndritur në historinë e kishës tonë, bëri të mundur rindërtimin nga gërmadha, me durim të madh, dhe me dashuri për kishën, sepse nuk mund të qëndrosh 3 dekada ose më shumë, shpeshherë dhe me kundërshtime, po nuk pati dashuri të madhe për Perëndinë dhe për kishën, edhe për njerëzit. Dhe përvoja që kam unë, nga duke qenë me të për gati 32-33 vite, e kam parë që kishën e donte, njerëzit i donte, edhe vendin këtu e donte. Madje shpeshherë në Greqi ka pasur ankesa që është më tepër shqiptar se sa duhet. Mua më kujtohet jemi takuar se para rendit këtë se do hyja në pjesë të fundit të kryepiskopi pikërisht i Ndjeri. Po më kujtohet kam ardhur shumë vite përpara në Korçë. Edhe jam takuar aty me ju. Edhe ju pyeta për kryepiskopin edhe ju kam parë me shumë vëmendje sepse nuk prisja që ju thoshit diçka ndryshe nga ato që thatë, ose më saktë ju thatë diçka ndryshe nga që prisja unë, po nuk prisja të thoshit diçka, po doja të shikoja në sy që a kishte vend për atë lloj rezerve që ishte një rezerve përgjithshme, me thënë drejtën jashtë mureve të kishës për kryepiskopin. Edhe që edhe ke unë kishte një lloj, domethënë se ishte ajo ideja që ky është grek, kanë sjell grekët e tjerë, madje ndaj tij janë bërë edhe sulme të paimagjinueshme politike deri edhe tek kushtetuta e re që ishte tentativë për ta nxjerrë jashtë. Edhe ju më thatë një fjali që mua më mbeti shumë fort në mendje, edhe duke ju njohur, edhe duke ditë dhe i pjesë tjetër që se cekëm sot atë detarin që ju keni, se më kujtohet dhe kjo pjesë që atëherë do më një shumë detar. Edhe më thatë ai është më shqiptar se të gjithë shqiptarët e tjerë që kemi në kishën ortodokse, dhe sigurt ishim të gjithë si ai shqiptar se ai do ishim, thash, do ishte shumë më mirë, thash, po kjo që ishte. Edhe kur më është rikthyer kjo fjalia, bie edhe në buzëqeshën, ai ishte më shqiptar se sa gjithë në tjerë, sigurt ishim dhe ne të gjithë shqiptarë, se ai do ishte shumë më mirë për kishën. Më është rikthyer kur lexova intervistën e tij të fundit që në fakt ishte kapaku i Floririt mbi të gjithë, çfarë u dyshua, çfarë u tha, u stërtha për të, sepse kur e mendon, se nuk ishte, po themi, arkipekshefi i kishës katolike në Rom që po e thot këtë gjë, i italian që po thot do marrin shqiptarë. Aty s'do kishte si zëvon dhe lajm. Po në Greqi, në atë lloj mjedisi të ngarkuar në mënyrë posaçme me gjëra të caktuara,
mënyra si ai tha që pasardhësi im nuk mund të jetë vetë shqiptar, edhe ne kemi shkuar atje për të rindërtuar kishën autoqefalit të Shqipërisë, nuk kemi vajtur atje të bëjmë një koloni. Ajo ka qenë jashtëzakonshme, domethënë atë intervistë jam lexuar një 5, 6, 7 se kisha aty dhe ktheja, thoshte gati s'besohej. Dhe nuk ishte e lehtë, madje besoj që atë nga ajo intervistë, nga kjo vendosmëri për të caktuar pasardhësin shqiptar, e mbrojti autoriteti i jashtëzakonshëm moral që kishte edhe atje. Domethënë autoriteti i tij ishte i tillë që se kundërshti ka pasur. Unë nuk ka ndalë në pa shumë, po ka pasur. Dhe kryeministri Mitsotakis kur erdhi këtu mbas funeralit, ishim bashkë, më thot great speech për fjalën. I thash unë me thënë drejtën, i thash ishte dhe lloj borxhi. Sepse ky njeri ka marrë shumë baltë në të vend, dhe me atë që bëri në fund, Kastilja thash me thënë drejtën, me atë që bëri në fund, edhe mua vetë i thash që kam pas marrëdhënie shumë mirë me të për hir të vërtetës, po që kam pas diku një cep mendjes atë dilemën, ky njeri është shërbëtor i kishës shqiptare apo gjithsesi mbetet njeriu i huaj që ka me vete edhe ato ret që kanë ata për ne. Më bëri ndjehemi kaq vegjël. Sepse e tha më burr se të gjithë ato që ne pristim të gjithë një shqiptar në krye të kishës. Edhe më thot më kanë ardhur dhe mua zëra që njerëz që më thonë çfarë bëhet shumë, vërtet, edhe më kanë pas shumë thjeshta. Ai e di më mirë se të gjithë ne. Edhe pikë. Dhe shtoj që autoriteti i tij ishte absolut. Po, se çfarë është realisht një adhëtar? Se nganjëherë ne flasim shumë për këto, po adhëtar është ai njeri që lulëzon vendin e tij, në të detyrën që ka. E bën më së miri. Ky është adhëtari. Dhe Kryepeshkopi u përpoq të ndërtonte një kishë solide lokale. Kemi biseduar 10 herë rreth kësaj gjëje. Dhe jo vetëm thjesht u përpoq me fjalë, po dhe me vepra. Ja të them një element shumë të vogël, por që është shumë i rëndësishëm për të kuptuar se çfarë është autoqefalia. Autoqefalia është independenca financiare, ti mos varesh nga tjerët. Dhe bëri çmos që në kohën kur mos ishte, kisha mos falimentonte. Ishte në gjendje që të mbajë vetë. Padyshim që ne do përballemi me problemet, siç përballet çdo institucion, çdo vend, çdo gjë, por që ndërtimi i 2 hidrocentraleve pikërisht i dha një frymarrje kishës. Sepse nëse do jesh i varur financiarisht, s'mund të shkritësisht i lirë. Kjo përpjekje për ta bërë kishën që edhe kur mos ishte ai, ishte e pavarur, tregon dëshirën e madhe e tij për ndërtuar një kishë solide lokale, se vetëm kështu mund të ketë ardhmë kisha. Ndryshe nuk do kishte të ardhmë. Edhe për këtë duhet i themi të paktën faleminderit. Që jo vetëm u përpoq për ta ringritur kishën, po u përpoq edhe që kisha të vazhdonte ecurinë e saj. Tani ndoshta është detyra jonë për ta vazhduar. Duke më bëri përshtypje diçka, nuk e di se nuk kam pas rastin të pyes, po më bëri përshtypje diçka atje në funeral. Momenti kur mbaroi gjëja dhe u bë ajo dalja e gjithë klerikëve. Më bëri përshtypje numri i të rinjve që pash aty. Se edhe më kujtohet në bisedë me të, ai kishte shumë merak të pjesën e përgatitjes një brezi tjetër, natyrisht në vështirësitë e mëdha që është sot kisha në tërësi në gjithë botën për burime njerëzore. Si është sot situata në atë grigjën tuaj, po themi? Unë besoj të paktën
një më mirë situatën në Korçë dhe në Tiranë. Pjesa më e madhe e njerëzve që janë kish janë të ri. Edhe kemi edhe shumë fëmijë. Andaj kemi edhe çdo të diel mbas meshe një katekizëm me fëmijët në sallën poshtë katedrales dhe i takime të rit në sallat poshtë katedrales. Dhe kjo pjesëmarrje e madhe e të rive tregon që ka shpresë. Domethënë ju e konsideroni pjesëmarrje domethënëse. Domethënëse është, sepse Që ka ardhur në rritje? sa vjen dhe në rritje. Pashka që kaloi vjet, edhe Krishtlindjet, unë nuk kam parë shumë të rinj në kish në Korçë se sa këtë vitin e fundit. Me gjithë largimin që janë bërë nga Korça, dhe Korça është qytet që ka rrjedhje, ka shkuar shumë në Amerikë, në Greqi, kudo që kanë shkuar, përsëri numri i të rive në kish është rritur. Dhe Jo, unë flas për ata që jo vetëm vinë, po dhe i përkushtohen. përkushtohen në këtë edhe fakti që vinë çdo diel interesohen edhe për mbarvajtjen e kishës, se kjo është ajo kryesore, jo vetëm që vjen dhe siririn dhe ikën. Dhe ata kanë diçka që është vinë kish, janë të mirë pritur, ne jemi gjykatësit e tyre, por dhe njerëz që interesohen për mbarvajtjen e kishës. Dhe kjo është shumë domethënëse. Ja, në Korçë ne kemi nisur një iniciativë për të restauruar katedralen e vjetër, burimit e dhënës, sepse për të dhënë dhe memorien historike e qytetit, e gjitha me fonde lokale. E kjo më gëzon sepse do të thotë që me mbështetjen e njerëzve atje, besimtarëve. Sepse po t'japin të shumë nga pak, bëhet shumë ajo. Dhe ata lidhen me kishën. Ka një kujdes për komunitetin, mos jenë indiferent. Kisha nuk janë vetëm klerikët. Nuk është peshkopi. Ai mund të jetë administratori e saj, po kisha janë njerëzit, gurët e gjallë të kishës janë njerëzit. Ato janë muret ku mblidhet kisha. Ti nuk mund të kesh mure, po mund të kesh kish. Ose ke mure dhe ndoshta s'ke kish, nëse s'vjen. Kjo më gëzon faktikisht që një numër i madh shumë të rish, jo thjesht për ne, po më gëzon për ata që gjejnë një qëllim në jetë. Është shumë e rëndësishme që do të kenë një drejtim në jetën e tyre. Shkrimtari i famshëm Goethe thonte këto fjalë, dhe janë shumë domethënëse, që për mua nuk ka rëndësi se ku rrim, me fjalë ku jetojmë. Rëndësi ka drejt kujt po shkojmë, në cilin drejtim po shkojmë. Kjo do të thotë kur ke një qëllim në jetë, ke një qëllim për të shkuar deri diku, jeta jonë duhet të ketë një destinacion, sepse ndryshe nuk quhet udhtim, quhet kështu që sjellesh vërdall, pa pas një lloj qëllimi. Po kjo më sjell tek momenti përmbyllës, po themi, që lidhet pak me aty ku filluam me shkencën dhe besimin, që sot ka një thellim shumë domethënës të njerëzimit në rrugën e teknologjisë dhe të shkencës, po ndërkohë kjo nuk ka sjell ulje të besimit të njerëzve në Zot, po përkundrazi shihet një tendencë e përgjithshme globale e rritjes edhe e besimit në Zot. Si pajtohen këto të dyja? Teknologjia, siç ka qenë gjithmonë, është neutrale. Domethënë, si shpjegohet që sa më shumë zhvillohet shkenca, prirja për të besuar në Zot nuk ulet, rritet. Problemi shpirtëror mbetet i njëjti. Po, se Po të lexosh Platonin, një filosof i lashtë, dhe lexo dhe filosofët e ri, nuk thonë diçka më tepër se ai. Madje nuk e thonë si ai, aq bukur dhe aq. Jo, tek e thëna, unë besoj që ungjilli është i pari që thot gjërat më të thella me shumë thjesht, me thjeshtësinë më të madhe. Po gjërat e thella dhe të vërteta janë shumë thjeshta. Për shembull, nëse ne e dim se kjo është gotë, mjafton një fjalë gotë. Po mos ta dim, mund të shkruash një libër dhe prapë se kupton se çfarë do të thotë. Sa më tepër njerëzit dinë, aq më të thjeshtë janë në të folur. Por problemi shpirtëror është problem i gjithë kohërave. Teknologjitë janë asete shumë të rëndësishme që mund ta ndihmojnë në ato. Por gjithmonë teknologjitë mbeten diçka neutrale, nuk mund të shpjegojnë misteret e shpirtit njeriu, as të qëllimit të ekzistencës. Ato na ndihmojnë për shumë çështje praktike. Dhe kisha nuk është ka qenë asnjëherë kundër teknologjisë, se në çdo kohë, çdo brez ka përdorur teknologjinë që ka qenë në atë kohë. Dhe unë e shoh teknologjinë si një aset shumë të nevojshëm për njerëzimin, për parimin mjekësi, për parimet në
bujqësi, në çfarë fushë ato japin një, po ato nuk mund ta zgjidhin ankthin ekzistencial. Nuk mund ta zgjidhin problemin e qëllimit të ekzistencës, sepse ankthi ekzistencial është në çdo qenie njerëzore. Nëse ai nuk orientohet drejt një qëllimi, ai mund të shkatërrojë njeriu. Pash një lajm diku që në Finland kishin bërë një mesh me inteligjencë artificiale, nuk dija e hasit. Ishte kishte edhe një video të vogël. Ishin njerëz në kish, por nuk ishte aty një prift, po ishte një model inteligjencë artificiale që bënte predikimin. Edhe mbresat e besimtarëve ishin interesante, se thoshin i tha të gjitha shumë bukur, por me çka mungoi. Po mungon se mungon personi. Madje krishterimi është një besim i personit, që do thotë që nuk e shikojmë njeriu si një individ izoluar, por si një person. Si person do thotë individi është në raport me të tjerët rrotull. Njeriu një qenie komunitare. Mu më duken pak të egzageruara këto gjëra, ndoshta qëllimi mund të ketë qenë i mirë. Po, patjetër. Ato mund të mbledhin, po ato nuk mund të përcjellin emocionin. Nuk mund të përcjellin diçka të thellë të brendshme. Shpeshherë gjithçka është jo vetëm ato që thua, po mënyra si e thua. Madje mua më kujtohet kur kam lexuar për herë të parë Ungjillin, jam bindur jo vetëm thjesht nga fjalët, po nga mënyra si thoheshin fjalët. Kanë ato të vërtetat psikologjike. Që edhe ne kur bisedojmë shpeshherë, mënyra si na i thot dikush diçka na bën që të besojmë ose mos besojmë. Këtë lloj gjë inteligjenca nuk mund ta kapi, se nuk është njeri, dhe askush nuk mund ta zëvendësoj raportin ndërnjerëzor përveç se njerëzve. Ato të gjitha janë ndimesa shumë të mëdha. Po ne më duken pak si të tepruara këto gjëra. Tani po hym në atë momentin kur jam i bindur herë që është epizodi më i gjatë. Jemi dhe live dhe është ai momenti i rrugës Muslimshyri kur ikte ora. Edhe unë shkoja trokisja në derën e shtëpisë edhe në atë kohë isha akoma në varsinë, nuk isha bërë autoqefal me fjalë, isha në varsinë e prindërore, edhe do t'jepja sqarim ku isha, që shkoja i vonë, që dhe 1, 2, ku ishe, me kë ishe, edhe më kujtohet kur bëra prezantimin tuaj në shtëpi, që thash, po ç'a bën ky njeri, ku punon në psikiatri? Në psikiatri, po ç'bën ti me një njeri që punon në psikiatri, ç'bën ti deri në 2 mes natë, kështu që sot jemi më të qartë që çfarë ishte puna atje, edhe po realisht ishte një privilegj dhe jam shumë falendërues për këtë mundësi, dhe besoj që të njëjtën ndjesi kanë ata që patën dëshirën dhe durimin që na ndjekin. Edhe një herë me shumë mirënjohje ju falenderoj për këtë. Nuk është rruga, por është një rreth dhe këtu ndam disa gjëra, besoj të rëndësishme, edhe besoj edhe me energji shumë të mirë për një ditë shtunë. Shumë faleminderit. Faleminderit dhe ju për ftesën. Ky ishte shqiptari shumë pritur në krye të kishës ortodokse autoqefales Shqipërisë, si më zot Johan Pelushi. Shumë faleminderit.